Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku jemi, sërish me ju, pasi që kam patur shumë komente, Tiron të lutem komentoj Ilirin, Tiron komentoj lojën e Ilirit, komentoj situatën që ndodhen në fermë mes Ilirit edhe Mozës. Çfarë është kjo gjë që po ndodh? Tani, Iliri është një banor shumë i zgjuar, do të thënë është shumë strateg. Inteligjenca e Ilirit kalon përtej asaj që mendojmë ne. Iliri vjen nga një format i ngjajshëm siç është ferma. Në atë formatin doli fitues. Le të bëjmë një analizë të detajuar. Për mendimin tim, duke e ditur Iliri se çfarë influencë ka Moza jashtë, Iliri nuk ka hyrë gjatë kohës që në natën e parë, do me thënë, kur Moza hyri në fermë dhe nuk ka një pasqyrë. Iliri ka një pasqyrë se çfarë ndodhen jashtë, por duke e ditur se çfarë influencë ka Moza jashtë, dhe duke e ditur që ai nuk mund të jetë fituesi, por e ka lojën personale i natin me Mozën, Iliri është duke luajtur një mekanizëm krejtësisht tjetër. Ai e di shumë mirë që do të ngjitet në podin final dhe unë e shoh që, domethënë, në fermë janë ndërtuar dy pole. Poli i Ilirit dhe poli i Olës, që poli i Olës bëhet nga Gresa, këtu dhe përfshir pak dhe Vanesën dhe Indrin, domethënë që po i djeg avash avash, ndërsa poli i Ilirit përbëhet nga fermerët e tjerë që është Romiri, janë banorët e tjerë, tash mos futem në detaje. Dhe poli i anës së djathtë, le ta quajmë, është Moza edhe Bujaka. Nuk ka pole të tjera në shtëpi. Tashi, domethënë, Ola do del nga shtëpia dhe do i digjet Gresës poli dhe do shkrihet tek Iliri, domethënë besin dy pole në shtëpi, mbeten Iliri dhe Moza. Dhe lufta në fermë është mes këtyre të dyve. Do të thënë jemi këtu mes këtyre dy zjarreve. Tani Iliri e di shumë bukur që nuk e fiton dot fermën dhe çfarë bën? Iliri është duke luajtur një mekanizëm interesant, mundohet që t'i kthej të gjithë fermerët kundër Mozës dhe ato të bëjnë sa më shumë gabime që të ulet çmimi i madh. Do të thënë nga 200.000 euro që ishte çmimi për ta marrë, janë duke e çuar në 100.000 euro këtë çmim. Dhe mekanizmi i vetëm i Ilirit është ky. Do të thënë agresioni që është duke krijuar Iliri është e vetmja gjë kjo. Unë e shikoj tek Iliri, do të thënë qëllimin e tij për përçarje, sepse ai që jashtë ka krijuar një lloj urrejtje, le ta themi në thonjza për Mozën, edhe është duke përdorur të gjithën këtë mekanizmin, që Moza nesër të mos t'i marri 200.000 euro, por të marri një shumë më të vogël, e cila është, domethënë, 150, 140 apo 130, varet sa të arrijë çmimi. Dhe ky është i vetmi mekanizëm që Iliri ka kundër drejt Mimozas dhe kundër drejt lojës. Por, a do t'jenë që të dy në podiumin final? Me patjetër që po. Unë e shoh Ilirin edhe më të agravuar në aspektin e lojës brenda muajve në vazhdim, do me thënë tensionet do të rriten edhe më shumë, sepse vetëm se kanë filluar më tensionet, jemi akoma në ditën e 39 dhe vllau i madh apo Agaju mbyt duke nxjerr nga ferma, dhe unë mendoj që Iliri e ka për qëllim të dëmtoj çmimin e madh të Mimozës. Komplet logjika e lojës së Ilirit është kjo, sepse Iliri e di shumë bukur që me vota që ka Mimoza dhe influencën që ka Mimoza, që është shndruar në fenomen jashtë shtëpisë, nuk mund ta fitoj fermën ai.